E gjithë vëmendja është për ndeshjen e 7 qershorit mes Shqipërisë dhe Serbisë në kuadër të kualifikueseve për kampionatin botror në futboll. Shqipëria po përgatitet ashtu si ka hije dhe me të vetmin synim, fitore ndaj Serbisë. Ka mbetur më pak se një muaj deri në ndeshjen midis Shqipërisë dhe Serbisë në kualifikueset e Kupës së Botës dhe pas vendimit të fundit të Federatës Shqiptare, është e qartë se shqiponjat i prit një ferri vërtet në Tiranë më 7 qershor. Deri më tani, Serbia dhe Shqipëria janë përballur në kualifikuese për kampionatin evropian 2016, ku shqiptarët morën fitoren përfundimtare pas kualifikimit për turneun kontinental. Ata ende kujtojnë ngjarjen nga stadiumi të Partizanit në Beograd, kur lojtarët shqiptar u larguan në teshatore, shkruan media bosnjake Supersport. Më herët u tha se qytetarët e Kosovës nuk e kanë të drejtën që të blejnë biletat për ndeshjen në Tiranë. Megjithatë, në orët e mbrëmjes së djeshme, mbërritën informacione ndryshe. Shumë media në Serbi raportuan lajmin se kosovarët nuk mund të merrnin pjesë në ndeshje, duke shkaktuar zëmërim në Prishtinë dhe pjesë të tjera të Kosovës. Kishte edhe nga ata që karakterizuan gjithçka si një tradhti të shqiptarëve ndaj popullit të Kosovës. Megjithatë, gjërat janë ndryshe. Është e gjitha një gënjeshtër dhe një farsë, tha presidenti i FSHP-s Armando Duka, duke u dhënë dritën e gjelbërt Kosovës që të aplikojnë për bileta. Për shkak të interesit të madh, FSR Shqipërisë ka vendosur të zgjedhë blerësit e biletave përmes një shorteu pas së cilit ata do të kenë mundësi të blejnë biletat. UEFA më parë ndëshkoi shqiptarët, kështu që ndeshja do të luhet me 20% më pak kapacitet, kanë nënvizuar media bosnjake. Shqiptarët i kanë nisur tashmë kualifikueset me një fitore ndaj Andorrës dhe kanë pësuar një humbje kundër Anglisë.